Elhamdulillah, vlla dhe motër, Allahu i lartësuar thot në Kur'an, Wallahu ghalibun ala amrihi, dhe Allahu ka fuqi të plot mbi çështjet e tij. Jusufi alayhi salam, profeti i Zotit të gjithësisë, kur ishte i vogël, vëllezërit e tij e patën zili, hased, e morën dhe e hodhën në pus. Më pas e morën dhe e shitën atë me një çmim tepër modest. Por Allahu i lartësuar kishte vendos diçka më të bukur, kishte planifikuar diçka më të mirë për Jusufin alayhis salam. Ata e hodhën në pus, ndërsa Zoti i gjithësisë bëri që Jusufi alayhis salam të jetonte në pallat. Ata e shitën Jusufin alayhis salam me një çmim tepër modest, por mbas vitesh shkuan dhe kërkonin të blenin për Jusufit alayhis salam ushqim. Kur Jusufi alayhis salam shkoi në Egjipt, ajo bashkëshortja e ministrit deshi që të bënte ta fuste Jusufin alayhis salam në kurth dhe të kryente me të vepër të turpshme, por Allahu i lartësuar ka fuqi të plot mbi çështjet e tij. Zoti i gjithësisë e shpëtoi Jusufin alayhis salam, e nxori pra të pastër dhe e shpëtoi prej kurthit të saj. Ajo i bëri kurth Jusufit alayhis salam dhe e futën në burg. Por Allahu i lartësuar kishte planifikuar diçka tjetër, më të mirë për Jusufin alayhis salam. Doli prej burgu i pafajshëm para të gjithë njerëzve. Jusufi alayhis salam deshi që dilte prej burgu me ndërmjetësimin e shokut të tij, por Allahu i lartësuar kishte planifikuar diçka tjetër më të mirë për Jusufin alayhis salam. Mbreti i parë i vendit shikon një ëndër të cilën nuk e shpjegoi askush përveç Jusufit alayhis salam, dhe doli prej burgu i nderuar dhe mori edhe post drejtues, doli i pafajshëm dhe mori edhe post drejtues, mori edhe pozit, gëzoi edhe pozit në vendin pra në Egjipt. Vllai nderuar, motër e nderuar, ne shumë gjëra mund t'i planifikojmë. Jusufi alayhis salam kishte bërë plane në mendjen e tij, të cilat i mendonte se ato ishin plane të duhura, por Allahu i lartësuar kishte bërë plane dhe kishte caktuar diçka më të mirë për Jusufin alayhis salam. Unë edhe ti mund të bëjmë plane të ndryshme në jetën tonë, por kur nuk duhet të harrojmë që plani dhe planifikimi i të madhit Zot gjithmonë është më i mirë, dhe ajo është më e duhura, më e dobishmja, më e mira për ne. Dije vllai nderuar, se nëse ne e kemi parasysh historinë e Jusufit alayhis salam, e lexojmë dhe e meditojmë atë historinë e Jusufit alayhis salam, do të jemi gjithmonë të kënaqur me caktimin e Zotit gjithësisë, sepse Allahu i lartësuar gjithmonë do të mirën për robën e tij. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an, dhe kështu ja mundësuam Jusufit në atë tokë, pra ja mundësuam të sundoj në atë tokë të bukur dhe ja mësuam atij shpjegimin e ëndrave. Allahu ka fuqi të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e din. Prandaj vllai nderuar, motër e nderuar, mendo dhe medito në këtë ajet kuranor dhe ta siguroj që ke për të qenë i kënaq me caktimin e Allahut të lartësuar.